Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, që shembulli, modeli më i spikatur ndër gjithë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që tregoi kulmin e modestisë, thjeshtësisë, kulmin asketisbit edhe se I kishë dhënë ndorë Allahu Gjelle Gjelaluhu thesaret e dy perendorive më të mëdhoja të asaj kohë që ishin thesaret e Romës dhe të Persëve. Sa që kur erdhën të thesaret në Medinën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ky sahabi nderuar nuk I pranoi mi I fut këto thesare në bankën e shtetit, mund të themi, nëse atë kohë quhej Beitul Mal, shtëpia ku depozitohej zakati, sadakaja. Porse I urdhëroi korrierët futni në xhami, sa aty do të ndahet. Dhe neti atë natës e I zon nata gjithë ato thesare në xhamin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam në atë kohë, dhe e ruajtën deri kur u gdhin sabaja. Dhe filloi duke I nda Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu këto thesare pa fund derisa morën dhe u kënaqën gjithë dhe për veten nuk majti as edhe një cent. Dhe thuhet që kur e zbuluan thesarin ose thesarat që kishin ardhur për të nda plaçkën e luftës, rrezatoi xhamia e pejgamberit në atë kohë, ishte arsim prej perlave, diamanteve, kurve çmume, harit, argjend që ishin me turma. Dhe thuhet Omeri radiallahu anhu nuk I alshoi syt. Pse? Ai së pari herë e kish shporr dhe dëbun nga zemra e tij çdo gjë që është komoditet ose luks I kësaj dynjaje. Pra zemra ti kur nuk rrihte dhe nuk anonte nga kjo. Për kundrazimi I fjalë preferonte gjonat më strikte. E ndau gjithë pasuni pa fund. Dhe vazhdoi të jetonte jetën më askete, sa që I pjesë e mire sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam gjithmonë e këshillonin duke I thonë o prisi besimtarve. Po na bën që të vujmë edhe ne. Po le një tradit të rrep dhe të ashpër dhe për ata që do vinë pas teje.